Ej, Gjalqe! O, Gjalqe! Unë qëlloj kone thajron. Tha taj, thësh po urdhna. Stand-up festival kthehet për të tretin vit radhazi në Tetov, duke sjell një mbrëmje me plot të qeshura, energji dhe humor. Këtë edicion, festivali vjen me një line-up të fuqishëm të artistëve më të dashur të stand-upit shqiptar si Avni Shkodra, Valina Muçolli, Kushtrim Qerimi, Shpend Ahmeti dhe Hasim Memishi Sopi. Stand-up festivali do të mbahet më 17 maj 2025 në Pallatin e Tetovës, duke filluar nga ora 20. Do me thonë, se cili aktore ka temën e veçantë, janë tema sociale, politike, ekonomike, temat e bullizmit, temat tona do me thonë përditshmërisë, tematika sociale, kështu me radhë. Do me thonë, se cili aktore ka temën e vetë dhe besojmë se cili e ka humorin më të veçantë se tjetër. Me një kombinim të temave të përditshme, satirës politike, ndodhive komike personale dhe spontanitetit skenik, kjo natë do të jetë një fest e të qeshurës për të gjithë qytetarët e Tetovës dhe më gjërë. Përveç humorit të papërmbajtshëm, publiku do të kënaqet edhe me një performancë të veçantë muzikore nga Shpëtim Mustafa and Band, që do të sjellin atmosferë të gjallë dhe argëtuese gjatë gjithë mbrëmjes. Ne kemi quajtur festival sepse tentojmë që ky manifestim të bëhet tradicional dhe të bëhet disa ditor. Ende nuk kemi kapacitete financiare që ta organizojmë disa ditë, sepse e bëjmë me vetë iniciativë. Nuk na mbulon shpenzimet as ministria, as ndonjë institucion tjetër. Jemi unë, Gëzim Qaili dhe Shkëlqim Nazifi, 3 njerëz ardhdashës që organizojmë, edhe me kontributin tonë mundohemi që sjellim diçka të bukur të tonë. Po, do me thonë, është sidomos vitet e fundit është një zbehje në përgjithësi në Maqedoni, do me thonë, çdo ditë diskutohen tema politike nga mëngjesi deri në darkë, secili mundohet thot diçka nga politika dhe nuk e di, ndoshta nuk mund ta bëjmë këtë kapërcimin që edhe jashtë politikës mund të bëjmë gjëra të bukura, njerëzit gjithmonë, do me thonë, Tetova ka qenë e njohur me organizime të tilla, ka publik mjaftueshëm për organizime, ka publik madje edhe për festivale disa ditore, sepse ne kemi festivalin e teatrit dhe dim sa njerëz e ndjekin festivalin e teatrit për çdo ditë. Po nuk e di, mungon organizimi, mungon sponsorizimi i eventeve, do me thonë, me shumë telashe edhe me shumë sakrificë duhet të organizohet një event, sepse nuk kemi mbështetje institucionale dhe ndoshta edhe kjo pak e bën atë zbehjen, jo çdo kush ka dëshirën dhe vullnetin që të sakrifikojë diçka për të bërë diçka të mirë për qytetin. Biletat mund të rezervohen duke kontaktuar në numrin zyrtar të festivalit 070 374 791.